Faleminderit zonja kryetare. Sigurisht dhe unë shpreh shqetësimin si që ngritën dhe kolegët e opozitës, pavarësisht që kam edhe një këndvështrim ndryshe përballë teatrit të cilët vazhdon të luhet në këtë parlament dhe shqetësim kaq i madh që ngelen 60 nisma për javën e fundit dhe për muajin e fundit, njëkohë që nuk janë realizuar. Shqetësimi im më i madh, zonja kryetare, është që edhe këto nisma, edhe është jo e vërtetë dhe totalisht e pavërtetë, që Komisioni i Ligjeve nuk mblidhet. Komisioni i Ligjeve është mbledhur dhe javën e kaluar, kemi qenë prezent të paktën zoti Dogjani, zonja Çupi dhe unë në të gjithë mbledhjet e Komisionit të Ligjeve, edhe kolegët e majorancës, por ka një problem të cilët e përcakton shumë saktë rregullorja, që për çdo nismë do duhet që nismëtari të jetë prezent në çdo komision parlamentar. Kjo është thelbi i gjithçkaje. Për sa kohë nuk paraqiten deputet antar të Komisionit të Ligjeve dhe komisionet e tjera prezent edhe cilët e injorojnë përmbushjen e detyrës si parlamentar deri në minutën e fundit, kushdo qoftë ai, i majt apo i djathtë, dhe për sa kohë që një pjesë e mirë ka agjendë personale të karrierës tyre politike edhe në legjislaturën tjetër, kjo është për të ardhur keq. Dhe shqetësimi më të madh të cilin unë kam dhe që po e them edhe për ato kolegë të cilin nuk do jenë në legjislaturën tjetër, po edhe për ju që do jeni në legjislaturën tjetër dhe që ju kanë paralajmëruar dhe përpara, sigurisht në momente të caktuara, në çaste të caktuara vendimtare, PS-ja dhe PD-ja, sigurisht prisni dhjetorin kur përfundon mandati kreu të organizatës kriminale Skapit, e cili do shikojmë xhevahiret këtu në këtë parlament. Dhe sigurisht, unë kam të rejtë vëmendje ju zonjë kryetare, edhe vitin e kaluar, për të gjithë miratimin e rezolutave dhe për gjithçka që institucionet e pavara kushtetuese do duhet që të raportojnë në komisionet e posaçme parlamentare, sepse rregulloria e Kuventit ka përcaktuar mjaft saktë që brenda muajit qershor, që është afati maksimal, çdo institucion i pavarur do duhet të mbaruar raportimin dhe do duhet të ndalën rezolutat nga Kuvendit i Shqipërisë për shkak që të vijnë në dispozicion institucionet pavara për përmbushje detyrat dhe rekomandimet të Kuvendit të Shqipërisë, gjë e cila nuk është realizuar. Dhe do ju të rriqe vëmendjen që urgjentisht brenda këtyre 2 javëve, Komisioni i Ligjit, i cili është komisioni kryesor në raportimin që bëjnë këto institucionet pavara, krejt institucionet pavara, duhet filluar nga kreu i organizatës kriminale të përfundojnë dhe të paraqiten deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë për të bërë të mundur dhe debatin parlamentar për të parë nëse të kontrolluar, nëse ato kanë rekomandimet që kemi kaluar në rezolutat e vitit kaluar, që vitit kaluar në tetor, nëse kujtohet, i përfunduam, dhe i ka përmbushur si institucionet pavara dhe do të jetë deri në këtij parlamenti të realizojmë këto rezoluta. Ju falenderoj.